Blokadat dhe protestat e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë po marrin gjithnjë e më shumë dinamik. Ashtu siç ishte paralajmëruar, LSM sot bllokoi odën ekonomike në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar të ulen në tavolinë me punëdhënësit dhe të merren vesh për një pagë minimale prej 600 eurosh. Kryetari i LSM-s Slobodan Trendafilov deklaroi se në protestë morën pjesë 21 persona para odës ekonomike dhe 21 të tjerë në kryqëzimin e afërt, duke vlerësuar se numri i vogël është pasojë e presioneve dhe kërcënimeve ndaj punëtorëve. Në të njëjtën mënyrë, Trendafilov njoftoi se të martën do ta bllokojnë edhe qeverinë, ndërsa shtoi se hapi i radhës mund të jetë greva e përgjithshme. Nëse nuk ndryshon diçka, herën tjetër do të vijmë me grevë të përgjithshme që do të kushtoj shumë më tepër se pagat tona të punëtorëve. Mbyllja eventuale e kompanive dhe institucioneve do të kishte kosto më të madhe ekonomike se sa rritja e kërkuar aktualisht. Para protestuesve, fjali mbajti edhe kryetari i sindikatës së ndërtimtarisë, pjesë e LSM-s, Ivan Peshevski, i cili tha se punëtorët janë miqtë e tyre, ndërsa qeveria, e cila i gjobit dhe u dërgon inspektime, ai tha se është armiku i tyre. Të punësuarit tanë në sektorin privat janë në vendet e tyre të punës, herën tjetër do të jenë në rrugë, nëse në mes këtyre dy blokadave, pronarët nuk marrin guximin dhe nuk ulemi në tavolinë. Ndërkaq, blokadën e ditës së sotme e ka komentuar edhe kryeministri Hristijan Mickoski, i cili përsëri thotë se kjo protestë ka prapavi politike. Protestat e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë kanë prapavi politike të motivuara dhe të frymëzuara nga opozita. Publiku këtë ditë do të shohë atë që ne e posedojmë, sepse meriton të di kush janë personat që i bllokojnë rrugët dhe çfarë lidhjesh kanë me liderët e partive politike. Ndërkohë, edhe pse nuk kanë saktësuar ditën dhe datën e protestës, sindikata njoftoi një protestë të re të madhe në një ditë jo pune me transport të organizuar, me qëllim që, siç e theksuan, t'u jepet mundësi të gjithë punëtorëve të dalin në rrugë.